U lutëm për fëmijët, për shëndetin, për marrësinë. Ky shejti mrekullive ka bërë mrekulli njerëz. Shumë njerëz i ka kuru, i ka sill në jetë. Ka bërë mirësi, vi me vullnet plot. Mu pa disa vitesh në moshën 12 vjeç, mos kanë majt goja shumë, delbzosha në yll. Dhe mas të herë që kam ardhur, u surprizuam, i themi tash, 20 herë shtëpisë kun po flisja lirshëm. Edhe unë ja dedikoj se fjetëm ja 3 net. Ashtu në vështërsi erdhëm, therash rrugë pa rrugë. Kishim frikë nga rrezimi, nga koha. Edhe unë vërtet e kam përjetuar dhe sot jam ky që jam dhe flas kas lirshëm. Lutëm për të natë mirat më në dhoni shtandoj, për familjen tonë e gjithë shqiptarisë. Ka bo mrekulli shumë. Shumë ka bo mrekulli e dhe të bonje. Unë i lutëm ditë natë. Unë i kam bo vjetë 13 martet, edhe si vjetë kismet zotit, me shefe, me dëshirë kam mi bo. Keni besim të? Absolutisht. Absolutisht. Zoti është i mirë. Për çfarë do lutni? Për shnet, për gjitha. Për gjitha. Kanë arë pa full, kanë shku të full, pa hec, kanë hec, draman ka bo bëllë, gjithë. Për draman vim? Gjithë vim, gjithë qipohu për draman vim. O Jezusie, ten Pan,